Faleminderit shumë. Edhe unë në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës kam votuar kundër raportit, jo pse nuk përmban të dhënat e sakta të dërguar nga Komisioni Zgjedhor i Republikës së Kosovës, por për arsye që nuk është shpërndar dokumentacioni me kohë sa i përket aktit të dërheqjes së kryeministrit dhe ministrave të cilët vetëm janë zgjedhur në zgjedhjet e fundit si deputet të kësaj Republike. Për të siguruar siguri kushtetuese që nuk do të ketë shkelje të aktit më të lartë juridik të Kosovës, ne kemi kërkuar dokumentacion shtesë dhe është na paraqitur tek në komision një letër e dërguar sot nga kryeministri i Republikës së Kosovës, letër e cila do duhej të shpërndahej gjithë qytetarëve të Republikës, po ashtu edhe Komisionit Qendror Zgjedhor dhe Presidentes së vendit në ditën e certifikimit të rezultateve, kushtimisht para certifikimit të rezultateve, ashtu siç e parashën neni 26 i ligjit të ri për qeverinë e Kosovës. Shprehimisht, ne nuk besojmë që ky kryeministër aktual, i cili tashmë vetëm është në dërheqje sipas kësaj letre, nuk besojmë që ky prap nuk do ta shkel kushtetutën dhe pas dhënies së betimit do të kthehet në zyrën e kryeministrit bashkë me ministrat, zëvendës kryeministrat të zgjedhur dhe do të vazhdojnë marrjen ose dhënien e kompetencave dhe kryerjen e detyrave ashtu siç i përcakton Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Me dhënien e betimit do të përfundojnë të gjitha mandatet ekzekutive ashtu e parashë edhe Kushtetuta. Por në letrën të cilën është dërguar, kjo nuk është shprehimisht, sepse vetëm tregon që në aspektin efektiv ky e ka kryer këtë proces deklarativ me datën 27, por ka qëndruar duke i kryer detyrat e kryeministrit në detyrë, e cila është po ashtu në kundërshtim me ligjin për qeveri. Sigurisht, unë nuk e kam përcjell, sigurisht ju e keni përcjell, por këtë shpjegim do duhet ta jepte KCZ dhe Presidenti i Republikës së Kosovës. Faleminderit shumë. Paraqet këtë raport i cili u shqyrtua në këtë komision dhe me shumicë votash kaloi, por vlen të theksohet ashtu siç u pajtuam komision, që për këtë raport kundër ishin Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Avërinë e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Megjithatë, ne vazhdojmë për me paraqit kuvendit ashtu siç e përcakton edhe rregulloria e punës së kuvendit, në mbështetje të nenit 9.5 të rregullorës së punës së kuvendit. Komisioni i përkohshëm për verifikimin e kurumeve dhe të mandateve në mbledhjen e mbajtur me 15 prill të vitit 2025 e shqyrtoi dokumentacionin përkatës zgjedhor si vjen. Në vendimin e Komisionit Zgjedhor të Zgjedhjeve, numër 09-794/2025, datë 27/03/2025, për certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve për kuvendin e Republikës së Kosovës, të mbajtur me 9 shkurt të 2025, së bashku me listën përfundimtare të deputetëve të certifikuar. Komisioni, në bazë të shqyrtimit të dokumentacionit të lartcekur, konstaton: në legjislaturën e 9 të kuvendit të Republikës së Kosovës janë certifikuar 120 deputet nga partitë politike, koalicionet dhe iniciativa qytetare që kanë marrë pjesë në zgjedhjet për kuvendin e Republikës së Kosovës të mbajtur me 9 shkurt të vitit 2025 si vjen. Lëvizja vetëvendosje 48 deputet. Partia Demokratike e Kosovës 24 deputet. Lidhja Demokratike e Kosovës 20 deputet. Srpska Lista 9 deputet. Aleanca për Avërinë e Kosovës, Nisma Socialdemokrate, Konservatorët Intelektualet 8 deputet. Kosova Demokratik Türk Partisi 2 deputet. Iniciativa e re demokratike e Kosovës 1 deputet. Nova Demokratska Stranka 1 deputet. Za Slobodu, Pravdu i Opstanak 1 deputet. Koalicia Vakat 1 deputet. Partia Liberale Egjiptiane 1 deputet. Partia Ashkalive për Integrim 1 deputet. Jedinstvena Goranska Partia 1 deputet. Partia Rome e Bashkuar e Kosovës 1 deputet. Komisioni ka konstatuar vlefshmërinë e mandateve të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës sipas vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve numër
01/794/2025, datë 27/03/2025, për certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve për Kuvendin e Republikës së Kosovës, të mbajtur me 9 shkurt të vitit 2025, së bashku me listën përfundimtare të deputetëve. Në instancë konstituive janë të pranishëm 119 deputet, mungon vetëm 1 deputet. Andaj, komisioni, mbështetur në dokumentacionin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve për Kuvendin e Republikës së Kosovës, të mbajtur me 9 shkurt të vitit 2025, së bashku me listën përfundimtare të deputetëve, i rekomandon seancës konstituive që të vazhdoj punimet sipas agjendës së parapar me rregullorën e punës së Kuvendit. Ju faleminderit. Ju faleminderit kryesuesi i Komisionit të Përkohshëm për verifikimin e quorumit dhe të mandateve. Shërbimi i deputetëve vërteton se në sallë janë 113 deputet. Nga kjo mund të konsiderojmë se kemi quorum dhe vazhdojmë me mbledhjen. Lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për raportin e Komisionit të Përkohshëm. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon?
Të nderuara deputete e deputet, shërbimi i deputetëve vërteton se 52 deputet kanë dhënë votën për, 46 kundër dhe 11 kanë abstenuar. Në bazë të kësaj, konstatojmë se raporti i Komisionit të përkohshëm për verifikimin e korumit të mandateve të deputetëve të legjislaturës 9 nuk ka lënë. I ftojmë përfaqësuesit e subjekteve për një konsultim dhe pas një pauze të shkurtër përsëri votojmë përsëritje të votimit. Jemi sërish në studio dhe para se ta vazhdojmë bisedën, të kemi një lidhje direkte me kolegen Marigona Abrahimi, e cila është tek holli i lartë i Kuvendit të Kosovës. Atëherë Marigona, nëse po na dëgjon? Derisa të lidhe me Marigonin, por shumë se po largohen edhe përfaqësues diplomatik në Kosovë, shefi zyrës së BE-s, ambasadori i Kroacisë, cilët janë duke marrë pjesë në këtë seancë konstituive, e cila pra ndërprej pasi raporti i Komisionit për verifikimin e mandateve nuk kaloi, po shohim se do të ketë një delkarim nga kryetari i Partisë Demokratike, Memli Krasniqit. Në takimin e Komisionit për mandat dhe imunitete dhe përfaqësuesi i Partisë Demokratike të Kosovës, deputeti Gruda, ne nuk mund ta votojmë një raport të tillë sepse është kundër kushtetues. Aktualisht, në të njëjtën kohë, që nga kryeministri Kurti e gjithë ministrat që janë zgjedhur deputet, po tentojnë që të mbajnë edhe pozitë ekzekutive dhe pozitë legislative, gjë që ndalon Kushtetuta e Republikës Kosovës. Pra, Kushtetuta e thotë qartë që nuk mund të bësh deputet nëse je kryeministër, nëse je ministër, nëse je në pozicion ekzekutiv. Këta janë, sepse s'ka ndonë dorëheqje, andaj kjo do të zgjidhej shumë lehtë nëse sot do të ofronin dorëheqjen e tyre në mënyrë që të marrin mandatin e deputetit. Në mungesë të një dorëheqje të tillë, Partia Demokratike e Kosovës nuk mund ta votojë një vendim, një raport në këtë rast, i cili është kundërshtim me Kushtetutën.
nëse do të ndodhë ajo që është kërkuar qysh herët si që dini, pra dërheqja nga pozicionet ekzekutive, atëherë mund të ndryshoj situata. Po. Njoftimi është Facebook, postim Facebook, më falni, po shteti është pak më serios se sa postimet e Facebookut kujdo qoftë. Po. Nuk mund të komentoj mesazhet personale të kujdo qoftë, mendoj që pa janë, po nuk e di, unë janë të vërteta, s'muj me dhonë më falni, po nuk muj me dhonë komentarën. Ta shojmë, ta që janë duke konsultu, ma mërmenja që edhe kuvendi ka mjaftueshëm ekspert ligjor të cilët mund t'japin rekomandime se si të shkohet tej, nuk kesh pas arsye as nevojë me deri këtu, sikur ta respektonte kryeministri Kurti dhe ish ministrat e tij kushtetutën e vendit. Tash ne e dim që këta kushtetutën se kanë respektuar ato 4 vite, se s'pakun ja 12 herë i kemi dërguar gjykatë kushtetuese dhe kemi fituar lagë, por ma merr mendja që s'pakun ne s'mundemi që vetë me votën tonë ta u përligjim shkeljen kushtetuese që dëshirojnë me bë. Faleminderit, çdo të mirë, shihemi ndërkohë. Jemi sërish në studio dhe do të tentojmë të lidhemi prapë me kolegen Marigona Brahimi, e cila vazhdon të jetë te Kuvendi i Kosovës. Atë Marigona, nëse po na dëgjon, po mëso larguan të gjithë deputetët nga salla plenare, ata vazhdojnë të jenë po besoj brenda hapësirave të Kuvendit. Po fitim, disa nga deputetët në fakt janë larguar nga salla e Kuvendit të Kosovës, derisa është duke vazhduar konsultimi me përfaqësuesit e partive politike, me që pak më parë nuk arriti që të votohet dhe të miratohet në fakt raporti i Komisionit për verifikimin e quorumit dhe mandateve të deputetëve, me që pati kundërshtime nga partitë deri tash në opozit, nga Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe gjithashtu deputetët e nismës socialdemokrate, madje edhe disa nga deputetët tjerë të pakicave. Gjithsej nga ky votim dolën se ishin 52 deputet pra që votuan për 46 kundër dhe 11 kishin abstenuar, kësaj u konstatua se ky raport nuk kalon, prandaj është duke ndodhur edhe konsultimi mes përfaqësuesve të partive politike me kryesuesin e seancës, zotin Avni Dehari. Arsyeja pse nuk është votuar ky komision është se partitë Lidhja Demokratike e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca, Nisma po kundërshtojnë që të votohet dhe të verifikohet mandati i deputetëve, të cilët njëkohësisht janë edhe ministra dhe respektivisht edhe kryeministër edhe zëvendës kryeministra në qeverinë Kurti, pra e kemi këtu kryeministrin Kurti, i kemi ministrat e qeverisë Kurti, të cilët nuk kanë dhënë dorëheqje nga pozitat në ekzekutiv që mbajnë dhe tash janë duke u votuar në fakt edhe do pritet së shpejti të ndodhe dhe betimi për pozitat në legislativ. Kjo është arsyeja pse partitë tjera përveç Lëvizjes së Vendosje po kundërshtojnë që ky raport të miratohet si i tillë. Kësaj është duke ndodhur një konsultim dhe do të shohim nëse do të ketë ndonjë dakordim mes grupeve parlamentare për të vazhduar tutje. Kjo ishte